Cila është fuqia më e madhe e një regjimi totalitar? Është aftësia e shtrirjes, së mbritjes gjithkund. Një regjim totalitar ka aftësinë të shtrihet gjithkund dhe të bllokojë faktet. Po, faktet, realitetin. Ti ndaloj që të shkojnë gjikundi. Ky është regjimi totalitar. Dhe këtë bën kjo gjë. Liria e shtrirjes në emër të lirisë të fjalës kudo. Kudo. Si është e mundur, nuk e di në qoftë se është dikush nga Suedia këtu, por kam parë një raport shumë interesant i Institutit Suedez për Demokraci që flet se si çështjet mjedisore janë në krye të listës së temave të preferuara të aktorëve dashakeq kur duan të ndërhyjnë në vende demokratike, sepse janë shumë të ndjeshme për njerëzit, sepse zakonisht njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj mjedisit kanë një nivel më të lartë verbërie kur përkundrejt argumenteve, sepse janë të apasionuar, janë fanatik për këtë çështje dhe janë lehtësisht shumë të manipulueshëm. Dhe këtë po shohim. Por për ta mbyllur, do t'ju them që në fund kjo gjë, e gjithë kjo gjë do t'jetë shumë e mirë për vendin tonë. Do t'jetë shumë e mirë për vendin tonë. Është e dobishme për jetën tonë demokratike për aq kohë sa mbetet e paqt apo edhe argëtuese. Më duket argëtuese kur duan që në fakt të shajnë gjithkënd që ka të bëjë me mua dhe në kuptimin literal. Megjithatë është argëtuese me përdorimin e memeve dhe çdo gjë tjetër. Po themi në një kuptim pozitiv. Dhe patjetër që ka shumë fëmijë të cilëve ju duket bukur që të jenë aty. Për aq kohë sa është kështu, është mirë, sepse pastaj do të ndodhë përballja me realitetin dhe të gjithë do të nxjerrin mësime prej kësaj. Ne do të nxjerrim mësimet tona, sigurisht, na duhet të mësojmë prej kësaj. Se si të merremi më tej me edukimin, transparencën e kështu me radhë. Megjithatë problemi me transparencën është që nuk funksionon kur nuk ka vëmendje. Do të çuditeshit, por Zvërneci, projekti Zvërnecit, si vizion, pra vizualisht, është paraqitur 2 vjet më parë nga një arkitekt që përfaqësonte investuesit përpara se sa grupi të bëj më i madh dhe të punojnë, por kishte ca skica aso kohë që Xharedi i ka publikuar në Twitterin e vet. Dhe ishin skica. Këto skica që kur nuk erdhën deri te ne, por u paraqitën në një intervistë në një shfaqje televizive me një audiencë shumë të madhe, u paraqitën nga ai. Dhe me qëra fjala, ajo skicë është shumë e ndërtuar, pra shumë e dëndur me ndërtim se saç do t'jetë, nuk kishte asnjë lloj reagimi apo asnjë reagim nga askush që thoshte mos e prekni. Aty ishin. Kjo është ajo çfarë ju thash në fillim dhe unë e them gjithmonë që nuk ka të bëjë me ju. Faktet janë të mërzitshme, e vërteta është e mërzitshme, ndërkohë që gënjeshtrat janë joshse, janë tërheqëse. Nuk lufton dot.
Pse thonë nuk duam të flasim? Sepse nuk duan të përballen me faktet, sepse nuk duan që ëndra dhe ndjenja e tyre që po luftojnë për vendin të shkatrohet nga faktet. Kam patur një gjë të ngjashme, shumë të madhe se kjo, në 2018 me studentët, ishte e madhe, shumë e madhe. Ishte gjithë bulevardi, gjitha rrugët, imagjinoni, gjithë studentët. Dolën, kërkonin kushte. Për 3 javë të tëra nuk donin të flisnin. Vinin këtu me pika, 1, 2, 3, 4, 5, nuk e di sa pika. Dhe më thoshin bëj. Ndërkohë që ju thoja, kemi nevojë të flasim, të dëgjoj pik pas pik, po duhet më dëgjoni dhe mua, pik për pik. Në të kundërt, unë nuk punoj për ju. Nuk jam vartësi juaj, që të më thoni bëj këtë, bëj atë, unë ju shërbej. Dhe më duhet t'ju flasë. Dhe më thoshin jo. Sepse, aso kohë, thoshin është me rrezik. Sepse është djallë ta kthen mendjen përmbys. Por nuk është kjo arsyeja, por ajo ndjenja që po shkon drejt diçkaje të madhe, e që po lufton për diçka edhe më të madhe. Dhe kjo të bën të mos duash të përballesh me realitetin, apo jo? Ndjes, po gazetarja nuk ka mikrofon të hapur. Ju thatë për organizatat, nuk duan të flasin. Kur flas për ata, flas për njerëzit, nuk e di. Nuk është se ka një organizat që thotë nuk duan të flasin, të gjithë. Dhe në fakt ajo është me interes. Është se edhe njerëzit që duan të flasin kanë frikë sepse kërcënohen. Ka një lloj dimensioni kërcënimi në protest. Në fakt në çdo protest. Ata kërcënohen edhe fizikisht. As mos guxoni të shkoni të flisni. Nuk e di si është njësoj si ato sindikatat e vjetra që kush del nga radhët, durim. Unë kam mësuar durimin. Diçka që kurse kam pasur më parë, por e kam mësuar. Ndaj kam durim. Faleminderit shumë. Shpresoj që nuk ishte e mërzitshme. Kjo është më e rëndësishmja. Se sa shumë prej kësaj do t'jetë e dobishme, mbetet për t'u parë, por shpresoj të mos ketë qenë e mërzitshme. Faleminderit.